Edhe asë një dinar, tash me kanë me m'gumu, asë një euro, se dinare e ka zhdu Albini. Asë një euro nuk jo kësha dhonë, pa barë parëqysh avet vendoqa për dëka, asë një dinar, asë një euro. Drejt për zëjti, po shkoj me vlora qetakun, po shkoj me kitë Lumir Abdegjikun, qka e në ato 15 kushtet tina? Qka e jërë ato 15 kushtet tina që s'kanë derë kur fare? Rrugua ka vdek s'ka më një dëkë, vishë rrenë, kushtë të dhenë, ka vdek. A shqiptar që në Haga t'i s'ka të dëkë. Ramushe e këtë tjetëri, këta me shku në gjedhje të reja, këta asë që kanë me kalu pragu. Përshëndetje. A ju jeni? Izet Dushi. Izet Dushi. Po ta bëj një pyetje shumë thjesht. A menoni? Jo musafir nga Shvedia, se në Shvedije të jetë. Okej, bashkë për mërgjimtarët është pyetja jam se këtë mërgjimtarët kanë ardhur dhe kanë votu në zgjedhjet e fundit në Kosovë. Sa janë dëshpëruar me politikën që mos formimin e qeverisë? Deri më Jo, mërgjimtarët nuk janë dëshpëruar fare me politikën e Albin Kurtit. Në ta shune për shprehjen në jargonin popullor. Atë që thonë? Munda me shkur nga i madhe zëtë, pasha zotin, flamorin, shtetin, kombin, që vendë doqa nuk ka faj këtu. Këtu faj të opozita. Për 5 minuta këtu zgjidhet problemi. Qysh? Qysh? A partia 48 deputet. A ka drejta e me propozu kandidatën e vetë? Po. Pse këta nuk ja votojnë kandidatit? Pse këta mune me qitë kusht vetëvendosjes që na kandidojmë, kur kjo parti ka fitu, ose pe marrë të kundërtën. Kryetari i parlamentit do të trenën kryetar. A ka drejt Albin Kurti me ju përgjije me Emri Krasniqit ose Lumir Abdegjikut me thonë që jo, nuk ta dojmë nga ganimet e mështriu, po ta dojmë to. Kur që se nuk ka drejt. Edhe këtu, realiteti është i hidhur edhe thot edhe një shqiptar, thot, mundohu thot ta thush të vërtetën. Edhe nëse thot e vërteta është kundër teje. Këtu 5 minuta ka punë. Formu kryetari i parlamentit, nëse kryetari i parlamentit nuk në gjendje Albini për 15 ditë me formu qeverin, i moqohet partisë dytë edhe problemet zgjidhen. Nëse nuk mundet e dhaj, shkojmë zgjedhje të reja dhe nuk manipulohen popullin. Edhe asë një dinar, tash me kanë me m'gumu, asë një euro, se dinare e ka zhdu Albini. Asë një euro nuk jo kësha dhonë, pa barë parëqysh avet vendoqa për dëka, asë një dinar, asë një euro. Jo kësha bloku edhe dinar. Problemi për 5 minuta. A kishin marrë ma seriozisht, se për pishomi deklaratat e partive politike që për na bajnë me kesh me deklaratat e tyre banale. Vish një sem për ta thamë. Është më e logjikshme mi javnal edhe ative rrogat qeverisë, masë s'është formu, mi javnal rrogat, mi javnal me ditjet, nështë e këshin ma seriozisht. Të gjithë jo kësha nalë, kësha propozu të gjithë. Ato që shto, ato me ditjet i marrin. Edhe vetëvendosjes, edhe PDK-sh, edhe LDK-sh, të gjithë bre, jo kësha ndërë. A do të më që popli, edhe mi thonë stop ma. Popli, ka nevoj edhe popli. Po për presu, po mduket për presu me dhe gjykata, më nuk di pse edhe po vërën gjykata kjo kushtetusja, nuk di pse po e vendon këtë, nuk di. Që ajo më të gjithë në 24 orësh. A ka drejt me votat në sheftar, ka drejt që drejtë në thonë tash, une e kom një djallë atje në Shvedia atje, deri këtu thot, edhe ka fillu thot edhe për na keshin dhe në tërkumtarë të sen për mos formimin e qeverisë. A jeton Shvedia. Ato me ditjet i marrin, që kjo është kam dhe dhe muë, personalisht. As pak si kësha, as me ditjet si jo kësha dhonë. Edhe nuk kish pas njeri popull shqiptar këtu që nuk kish qenë me qëtë propozim time. A e me rrogën, komplet e me rrogën, pse nuk vjen me po hajgarat, ose po i të nëgjip deklaratat e asoj. Po jënë, shife, jënë do bre papranume bre, papranushme jënë. Kur quhet një deputete, edhe mundohet me thonë që fajtore vetë dosha, e vetë ka tentuar, ka lobue, me argumente, me fakte që njerëzit e dëshmojnë, me nda Kosovën, e tash kënë që ajo po interesohet për fatën e popullit, ajo mjene. Cëlla është ajo? Po shkoj me drejt për zëjti, po shkoj me vlora qetakun, po shkoj me kitë Lumir Abdegjikut, qka e në ato 15 kushtet tina? Qka e në ato 15 kushtet tina që s'kanë derë kur fare?
A i afroj, zotëria i afroj bashkëpunim, LDK-s, e tash ai po qëtë krifike nuk takon ty me qitë kushte. Dora që ta ka lëbu për ndarjen e Kosovës? Po që s'ka lëvdojnë në Amerika të qotë ambasadorja Sabina Qudic, ambasadorja e Bosnjë Hercegovini. Thot, ajo ka lëbu, thot për ndarë. Rota Hoxha ka thonë 186 milion ka lëbu për me ndarë Kosovë. Po që jo, të rita i përcilin këto lojme, që emri ta arrova. Kushtrim. Jo, bre, të najtë shohë tjetëri, një farë këshiltari Hashim Thaçi, thot nëse vi shkuem, te gje ka punu me sërbskalishte, kër mundet me e bindaj, kër mundet a i me e bind për shembull, që te dje ka punu me sërbskalishte, tash nëse shkon me zgjidhje, me shef ta, është rrezik që sërbskalishta ka me votue. Po qysh po ki ftyrë për me tregu? Çfarë këshilltari je ti, po ti, nashta ti ke shkaktar që edhe sot është thënë që është atje në Hagë. Kur farë vlerë s'ka pasas, kur farë dije se ne. Kur shtërbjet çdo gjona që. Realiteti që kë. E që dojna me dhonë, poshtë e përpjet, na mund të flasim të ditën. Se unë e përthem, unë e ku britu dhe ku e Rogova. Rogova ka vdek s'ka më lidhë, vish rrenë, ku shtë dhe ka vdek. Hashim Thaçi në Haga, ti s'ka të dhe kë. Ramushe e kë tjetëri, këta me shku në gjedhje të reja, këta ashtë që kanë me kalu pragur. E qështu punës në. Po ti shkon Hashim Thaçi në Liri, a i do të që kjo? Hashim Thaçi me kërkon Liri, a i ka pas drejt me formu parti, po diçka i gjatë në farë kompromisi me këto parti tjera. Po mirë, po në këtë mandat, këtë ku, vend vendosja ka apelu që me LDK mund të shkoj, a me PDK ju. Se unë e po them që unë e kam qenë rogovisht, edhe du rogovin me shpjetë dhe me zemër. Fotografinë e tina e kom në salonin tim, që po shkoj me be, po e marë që shumë deputet LDK shtyben ta kanë foton e rogovës. Unë kur vi qëtu në pushim, mos ditën e parë, ditën e dytë bile, shkoj e marë një foto me presidente Rogova, themeluesi, simboli, arkitekti, babai, Mandela, Gandhi i Ballkanit, i cili na ka shpo pavarësi. Falë Zotit Rogovës, falë Zotit familjes që ka sakrifikuar tërë kohën Adem Jasharit, sot i kemi këtu. E me orë puna, mas gjithë kësaj situatës, mos po e teproj, mas 13.500 viktimave që na i ka vrarë pushteti sërbë. Mas 20.000 nona motra, femra dhëruara nga pushteti sërbë. Mas 1.700 fëmijë të vrarë, të cilë disa kanë qenë me biberona në gojë. Mas 1.645 ende të pasbuluar. Pas 100.000 shtëpi të djegur dhe 1 milion të shpërngullur nga trojet tona të Kosovët, e me dalë donë këta farit njerës tonë, e me shku me ju bashkanqit sërbskalistës, kjo turpi është. Kjo turpi. Edhe kjo punë kretet, po shkojmë për zgjedhje të reja, po shkojmë të unë tjeta kryet kjo punë. Faleminderit që ishe pjesë e jona. A bon të qëtu? Po, e ju të dashur me shërreni me neve, sepse gjanat e mira i sjellin veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë.